Miqtë News, përshëndetje, në vijim do të njohim informacionet më të fundit, do të qëndrojmë për rreth 2 orë së bashku, do të ndjekim patjetër gjithçka do të ndodhë në kohë reale. I shumë kërkuar i drejtësisë, Florence Çapja, pritet të ekstradohet pas ditën e sotme nga Dubai. Policia bëri me dije se ekstradimi 44 vjeçarit bëhet i mundur fal bashkëpunimit mjaft të mirë me partnerët, si në aspekte hetimore, ashtu edhe në ato operacionale, dhe si rezultati i shkëmbimit të menjëhershëm të informacionit mes strukturave të specializuara për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve në kërkim ndërkombëtar. Në kuadër të këtij operacioni, pritet që pas ditën e sotme të finalizohet me sukses ekstradimi nga Dubai të shumë kërkuarit, pra me inicialet FC, 44 vjeç banues në Elbasan. 2 vjet më parë, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dënoi me burg për jetë Ardian Çapjan, Florence Çapjan dhe Jorgu Lekun për vrasjen e Nezir dhe Gentian Beqirit, bab e bir. 2 shqiptar dhe 3 qytetar ekuadorian janë shpëtuar gjatë një operacioni të përbashkët ushtarak dhe policor të zhvilluar mëngjesin e sotëm në Ekuador. Pengjet mbaheshin në një fermë që dyshohet të jetë përdorur nga grupi kriminal Los Coneros. Operacioni nisi në orët e para të mëngjesit dhe çoi në një përplasje të armatosur mes forcave të sigurisë dhe trafikantëve të kokainës, gjatë së cilës mbeti vrarë një antar i dyshuar i grupit. 4 persona të tjerë u arrestuan në vendin e ngjarjes. Sipas autoriteteve ekuadoriane, objekti i bastisur shërbente si bazë e palishme për veprimtari kriminale, përfshirë mbajtjen peng të shtetasve të rëmbyer. Gjatë kontrollit të kryer në zonë, u sekuestruan 4 pistoleta, 74 fishek 9 mm, 6 telefona celular dhe një paket me lidhse plastike të dyshuar se janë përdorur për lidhjen e pengjeve. Personi i vrarë ende nuk është identifikuar, por dyshohet të ketë qenë pjesë aktive e grupit Los Coneros, një nga organizatat më të dhunshme të krimit të organizuar në Ekuador. Policia në Shkodër ka zbuluar një bazë armësh dhe municionesh që mbaheshin për llogari të grupeve kriminale dhe ka arrestuar pronarin e banesës ku gjetën ato. Në kuadër të operacionit të koduar Baruti u zbulua një bazë kriminale në fshatin Renç. Gjithashtu u arrestua në flagrancë pronari i banesës vënë në funksion të veprimtarive kriminale, shtetasi me inicialet ÇJ 61 vjeç me precedent për armbajtje pa leje. Nga kontrolli në ambientet e banesës u gjetën 11 pistoleta, kapsull detonator me fitil zjarrpërcjellës, rreth 2000 fishek të kalibrave të ndryshëm, 2 antiplumb dhe 1 silencator. Armët do të nënshtrohen ekspertizës në Institutin e Policisë Shkencore për të provuar përdorimin e tyre për ngjarje kriminale. Gjithashtu, në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës po hetohet për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale të gjithë shtetasit e implikuar në këtë rast. Një ngjarje e rëndë tronditi qytetin e Shkodrës mëngjesin e kësaj të premteje, ku një grua amerikane u vra në banesën e saj nga bashkëjetuesi amerikan. Çifti ishte nga Florida dhe ndodheshin për pushime në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur në një apartament të marrë me qira në rrugën Atë Shnjefën Gjinovci. Turisti amerikan ka goditur me thik partneren e tij, e cila ka gjetur vdekje, ndërkohë që ai është dërguar me autoambulancë në spital pasi ka psuar dëmtime të lehta në duar nga mjeti prerës. Teksa është publikuar së fundmi dhe foto e tyre, ndërsa ende nuk dihet motivi i krimit të rënd. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vjon punën për zbardhjen e rrethanave dhe për dokumentimin ligjor të rastit. Do të lidhem me korespondentin e Euronews në Shkodër, Teodor Gjergën, për të mësuar diçka më shumë. Teodor, të përshëndes. Do doja të dija dinamikën e kësaj ngjarje, paktën aq sa ka mundur grupi hetimor të mësojë nga amerikani, i cili mbasi ka vrarë bashkëjetuesen, ka tentuar gjithashtu edhe të kryej vetvrasje. Është vërtet, në fakt i lirë, policia Shkodrës po vjen hetimet lidhur me këtë ngjarje të rëndë, ndërsa një farë mënyrë është zbardhur edhe dinamika e asaj që ndodhi brenda banesës së çiftit amerikan, të cilët e kishin marrë me qira prej disa ditësh, pra në platformat online booking dhe Airbnb. Në fakt, në Shqipëri çifti kishte mbritur që me datë 26 prill, në 26 mars
në fakt në aeroportin Nant Tereza dhe në fakt ato kanë shëtitur në disa qytete të Shqipërisë për të mbërritur më pas në qytetin e Shkodrës ku kishin vizituar dhe pikat turistike në zonat malore. Gjithashtu ditën e sotme mësohet se paktën sipas dyshimeve nga ana e grupit hetimor, dyshohet që në momentin e ngjarjes autori i dyshuar bashkëshorti amerikan ka qenë në efektin e lëndës alkoolit, ku ai ka qelluar disa herë me thik bashkëshorten e tij, duke e lënë të vdekur në vend. Më pas e ka tentuar që përmes thikës të dëmtojë edhe veten, ka tentuar të presë damarët dhe të dëmtojë dorën, por nuk ja ka arritur pasi të kryej vetvrasje, pasi ka ndërhyrë me njëherë bluzat e bardha të Shkodrës, të cilët i kanë dhënë ndihmën e parë dhe më pas, siç kemi mundur ta ndjekim edhe në pamjet e siguruar nga Euronews Albania, është shoqëruar në Spitalin Rajonal të Shkodrës për të marrë ndihmën e parë dhe më pas për të bërë të mundur edhe arrestimin e tij. Paktën sipas atyre dënave që ne kemi, nuk ka pasur problematika të mëhershme ndaj çiftit, ndërsa vlen theksohet fakti që në rrjetet e tyre sociale këto shtetas nuk kanë pasur le të themi një indicie për të pasur problematika, por kanë pasur një martesë, një bashkëtesë shumë të lumtur dhe pa konflikte. Qartë, Teodor, doja të të pyesja edhe për lajmin e fundit, duket se një arsenal armësh dhe municionesh janë sekuestruar në qytetin e Shkodrës. Dyshohet se i përkasin grupeve kriminale. Çfarë dim në lidhje me këtë operacion të policisë së shtetit dhe gjithashtu edhe për arsenalin e armëve dhe municioneve? Mirë, ndoshta do të lidhemi sërish me Teodor Gjergën në minutat në vijim, do të vijojmë me tjera informacione. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka folur për gazetarët pas takimit me ambasadorin e Bashkimit Evropian në vendin ton, Silvio Gonzato, në ambientet e KQZ-s. Celibashi tha se takimi ishte informues në lidhje me përgatitjen e zgjedhjeve. Ai theksoi se gjatë kësaj jave KQZ ka pasur komunikime periodike me prokurorinë e posaçme për problematika të ndryshme dhe denoncime. Takimi ishte për të dhënë informacione në lidhje me përgatitjen e zgjedhjeve, shkëmbyen mendime për përgatitjet, jemi në proces bashkëpunimi dhe mbështetje të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian. Me siguri do të vijojë edhe pas zgjedhjeve. Shqipëria është në një moment të rëndësishëm të integrimit ndaj institucionet dhe partitë duhet të reflektojnë mbi përgjegjësitë tona për të pasur zgjedhje me integritet. Këtë javë kemi pasur në mënyrë periodike komunikime konkrete me SPAK për problematika të ndryshme dhe denoncime si edhe informacionet ardhura në KQZ. Brenda 24 orësh ja kemi dalë të vëmë në dispozicion gjithçka që na është kërkuar, tha zoti Celibashi. Një kompjuter dhe një televizor janë vjedhur gjatë natës nga dega e Partisë Demokratike në Cerrik. Denoncimi është bërë nga sekretarja e degës. Rreth orës 7:40 minuta të mëngjesit të sotëm ka kallëzuar shtetësia AL me detyrë sekretare e degës subjektit politik Partia Demokratike e Shqipërisë Cerrik se në ambientin e marrë me qira për qëllime elektorale ka konstatuar se mungonin një kompjuter dhe një televizor, njofton policia. Nga këqyrja paraprake në vend ngjarje nuk janë konstatuar thyerja apo dëmtime të objektit. Në drejtimin e prokurorisë, grupi i posaçëm hetimor po punon për të sqaruar rrethanat e rastit. Do të lidhem me Lira Xherrin, gazetaren e Euronews në Elbasan, për të kuptuar diçka më shumë rreth kësaj bastisje, kësaj grabitje në orët e para të mëngjesit. Lira, lutem një përmbledhje të asaj që ke mundur të mësosh rreth kësaj ngjarje. Që për mëngjesit të sotëm i lirë, policia ka shkuar në vendin e ngjarjes pas denoncimit në orën 7:40 të mëngjesit të sotëm të sekretares së degës së Partisë Demokratike në Cerrik, e cila ka konstatuar që në momentin që kanë mbërritur në zyrat elektorale të PD-s në Cerrik nuk ka gjetur televizorin bashkë me një kompjuter. Sipas denoncueses, në kompjuter ka pasur materiale sensitive sa i përket emrave të votuesve të sigurt të Partisë Demokratike dhe kjo pa dyshim që për
bën një vepër penale, por megjithatë në momentin e parë që kanë bërritur policia bashkë me grupin hetimor kryesuar nga prokuroria e Elbasanit nuk kanë gjetur shenja sa i përket shenja bastisi, si thyerje dritaresh apo thyerje dere. Bëhet me dije gjithashtu se çelësat e kësaj dere ka pasur vetëm antar të degës së Partisë Demokratike. Megjithatë që prej mëngjesit të sotëm deri në këto momente policia kryesuar nga grupi hetimor i prokurorisë së Elbasanit janë atje duke marrë të gjithë materialet e nevojshme që t'i shërbej procesit për të verifikuar dhe për të zbardhur të plotë të gjithë ngjarjen. Nga antarët e degës së Partisë Demokratike në Cerik, por jo vetëm, edhe nga drejtuesi politik thuhet se është një ngjarje teje tronditse, kanë marrë materiale sensitive sa i përket listës së votuesve të sigurt të Partisë Demokratike dhe padyshim sipas tyre kjo përbën një vepër penale. Qartë, Elira, faleminderit shumë për gjitha detajet, do të vijojmë më tej. Dy të rinj shqiptar pësuan një aksident në banesën e tyre pas shpërthimit të një bombule gazi. Ngjarja ndodhi 2 net më parë, sikurse njofton Ambasada e Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar, që tregon se aktualisht ata ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e Birminghamit, ku po marrin kujdes të specializuar mjekësor. Ambasada e Shqipërisë thotë se ka vendosur kontakt me autoritetet britanike dhe po ndjek nga afër situatën. 2 përfaqësues të ambasadës kanë vizituar të rinjt në spital dhe janë në komunikim të vazhdueshëm me palët përkatëse. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka reaguar pas shqetësimeve të publikuara nga ekipi mbrojtës i Jakub Krasniqit që lajmërojnë përgatitjen e dënimeve të tjera ndaj ish-krerëve të UÇK-s nga prokuroria në Hag, duke thënë se ato janë një alarm i rënd për drejtsinë dhe shtetin e Kosovës. Mbrojtja e ish-zëdhënësit të UÇK-s Jakub Krasniqi në parashtresën e fundit pas insistimit të prokurorisë në Hag që ish-krerët e UÇK-s të mos lirohen nga paraburgimi, ka thënë se kjo masë është e panevojshme dhe se vazhdimi i paraburgimit mund të perceptohet si dënim preliminar. UVL UÇK thotë se këto paralajmërime konfirmojnë frikën e vazhdueshme se procesi gjyqësor ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s ka për qëllim dëshkimin politik të atyre që udhëhoqën luftën për çlirim. Kjo gjykatë, që në esencë nuk ka për synim vetëm ndjekjen e individëve të caktuar, po tenton të dëmtojë legjitimitetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe përmes saj edhe shtetësinë e vetë Kosovës. Çdo dënim i mundshëm ndaj drejtuesve të UÇK-s do të paraqiste jo vetëm një padrejtësi personale, por një sulm të drejtë për drejtë ndaj vetë frymës së lirisë dhe sakrificës së popullit ton, thuhet në një reagim në Facebook. UVL UÇK përkujton se dënimet e deritanishme, përfshirë ato ndaj Salim Mustafës dhe Pjetër Shalës, nuk kanë qenë asgjë tjetër veç vendime të padrejta që në emër të drejtësisë kanë synuar ta godasin luftën çlirimtare. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia nuk do të heqë dorë nga rruga e saj europiane, por do të shkojë në Moskë më 9 maj. Vučić deklaroi se i ka dhënë fjalën Putinit që do të vizitojë Moskën në këtë datë, por shtoi gjithashtu se Serbia është në rrugën europiane dhe nuk do të rriqet prej saj. Jam gati të pranoj çdo lloj sanksioni, i thash Putinit se do të shkojë në Rusi më 9 maj. Jam i obliguar nga fjala ime e dhënë. Askush tjetër nuk duhet të shkojë dhe të vuaj. Unë do të shkoj, përveç nëse nuk e di se çfarë ndodh ose nuk e di çfarë kërcënimi drejtohet Serbisë, tha Vučić. Serbia do të mbetet në rrugën europiane edhe pas kësaj. Ne nuk mund ta ndryshojmë këtë sepse ky ishte edhe një premtim i bërë para zgjedhjeve, shtoi më tej ai. Ndërkaq, Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos ka paralajmëruar para 2 ditësh se nëse Serbia do ta ketë të vështirë të mbetet në binar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, nëse presidenti i saj Aleksandar Vučić viziton Moskën javën e kaluar, mund të ketë sanksione. Do të lidhem me zotin Fatmir Shaholli për të mësuar diçka më shumë rreth sinjaleve për të zgjidhur krizën, gërçin politik në Kosovë. Ditën e djeshme ka pasur një takim midis kryeministrit Kurti dhe Memli Krasniqit. Në fakt ka pasur një kërkesë gjithashtu edhe ndaj zotit Abdixhiku, por ai nuk i është përgjigjur pozitivisht kërkesës dhe ftesës kryeministrit Kurti. Zoti Shaholli, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje Ilir, faleminderit edhe për jush. Ka ende gjasa që të kemi një marrëveshje, ndoshta edhe një koalicion midis Kurtit edhe Krasniqit, dhe në gjykimin tënd pse dështoi ditën e djeshme takimin mes tyre?
Po për sa të ketë mundësi, ka dhe gjasa. Por këto gjasa janë duke u venitur me që kja u dha kështu një lajm ekskluziv që ambasada amerikane ka vendosur që të bojkotoj takimet e parlamentit të Kosovës. Pra, nuk do të dërgoj përfaqësues të saj në parlamentin e Kosovës derisa të shef shenja që ka gjasa reale që mund të arrihet ndonjë sukses. Dhe ky bojkotim amerikan i institucionit më të lartë të shtetit ton e ka mesazhin e qartë që Amerika nuk dëshiron që në këtë formë të veprohet siç është duke vepruar tash 8 herë në Parlamentin e Republikës tonë. Sa i përket çështjes së ftesës së zotit Kurti ndaj zotit Abdigjiku si kryetari i LDK-s dhe Memli Krasnisi si kryetari i PDK-s, kjo është një kurth e zotit Kurti, me që ai nuk e ftoi zotin Haradinaj, nuk e ftoi zotin Limaj në atë takim dhe kështu deshi që ta përçaj këtë ish opozitin e djeshme, duke i ftuar vetëm 2 nga partitë politike dhe duke dërguar sinjal që kinse me këta dëshiron që të bisedoj, kurse me këta të tjerat jo. Dhe ka dhe shumë elementet të tjera të cilat tash këto ditë po dalin në fush, e që janë format e kontrabandimit dhe pengmarrjes së demokracisë nga cilat janë këto forma? Ona e krerëve televizës. Zoti Shaulli. Një prej formave është që po kontaktojnë deputet të komunitetit jo serb përmes nënkryetarit të qeverisë së Maqedonisë Veriut Izzet Mexhitit, i cili shkon dhe e kontakton Adem Hoxhën, një goran, deputet, dhe i thot se duhet të jetë me Albin Kurtin. Një prej formave. Formë tjetër është që është ftuar babai i deputetës Lidhjes Demokratike të Kosovës, Gani Geci, nga ona e Glauk Konjufcës, dhe e kanë pyetur se çka dëshiron ti që vajza juaj të votoj për mazhorancën këtë rast, dhe ka gjithashtu edhe momente të tjera të cilat sigurisht ditëve në vazhdim do t'i bëjmë publike, dhe për cilat është një pengmarrje e demokracisë nga ona e vetëvendosjes në Parlamentin e Republikës Kosovës. Ajo që duhet të bëhet dhe atë që duhet ta bëjë zoti Kurti është që ai nuk i ka votat për Albulena Haxhiun kryetare e parlamentit. Dhe opozita e djeshme, deputetët e LDK-s, PDK-s, AK-s dhe të tjerë pohojnë që emri i Albulena Haxhiut nëse ndërrohet me disa të tjerë të cilët kanë dhënë për shembull 2 emra i ka dhënë zoti Haradinaj, do të votohet. Pra nuk qëndron çështja që këta po e izolojnë parlamentin, por është çështja drejt për drejt e lëvizjes vetëvendosje e cila po dëshiron që kontrabandoj deputetë. Herën e fundit u mundua që pikërisht në këtë formë ta bëjë që të shkohet me vot të fshehtë dhe mos domon t'i bjen para aktit kryer njerëzit me cilët po kontaktojnë ose nuk e din çfarë forme joshës se ata dëshirojnë që ta bëjnë këtë çështje. Pra u mundua që ta fusin edhe këtë element, edhe pse 7 herë më herët shkuam në formë të hapur. Pra, ku është qëllimi që nëse tash dëshirojmë ta ndryshojmë këtë çështje dhe të shkojmë fshehur, ka për arsye se ka kontakt, po mendoj ka veprime të jo demokratike ndaj deputetëve të partive tjera, ndoshta edhe komuniteteve jo serbe, ose ndoshta edhe lista serbe mund ta votoj zotin Kurti, sepse kur është vota e fshehtë nuk dihet. Dhe këto janë elementet të cilat nuk e pranuan shumica aty, se nuk kaloi ky propozim i vetëvendosjes, i patën vetëm 55 vota. Pra, nuk ka problem asnjë emër tjetër i cili mund të bashkëndojë me LDK-n, PDK-n, AK-n dhe vetëvendosjen që të gjendet emri i kryeparlamentarit, do ta votojnë që të jetë i vetëvendosjes. Natyrisht, por edhe zoti Kurti nëse dëshiron ta votojë, duhet të bëjë një marrëveshje politike me një prej partive politike. Partitë politike nuk e dëshirojnë vetëvendosjen
ti në koalicion, sepse thojnë të gjitha radhazi se me Kurtin dhe vetëvendosjes nuk mund dilemi prej izolimit amerikan, nuk mund të heqëm sanksionet e Bashkimit Evropian dhe me Kurtin nuk mund të kem kurfar avancimit të çështjeve që kanë bëjmë për Kosovën. Prandaj nuk dëshirojnë me kthe. Mirë do të ishte që zoti Kurti ta gjen një emër, të zgjidhet kryeparlamentari nga ona e vetëvendosjes dhe të futet në afatin kushtetues për 15 ditëve ku mund ta formojë qeverinë. Nëse i ka numrat, e formon. Nëse nuk i ka, shkojmë me formën e dytë, që është kush i ka 61 deputet, formohet qeveria dhe vazhdojmë tutje. Por sipas gjitha gjasave, zoti Kurti e din sakt që nuk i ka numrat. Dhe këtë epidim edhe ne, se po shihet për çdo ditë. Dhe unë besoj që derisa mos të kthehet ambasada amerikane në parlamentin e Kosovës, si vëzhguese e kësaj çështje, por për neve do të ishte shumë e mirë që ajo të jetë edhe vetë pjesëmarrëse që të na bashkojë, që të arrijmë këtë sfidë dhe ta tejkalojmë. Unë jam shumë skeptik që edhe nesër, edhe çdo herë tjetër mund të arrijmë ndonjë sukses. Çfarë ka treguar ky ngërç politik, zoti Shaolli, për klasën politike në Kosovë? Ilir, po e them për herë të parë, ka treguar që Kosova ka nevojë për një frymë të re absolutisht politike, për djemë të rinj dhe vajza të reja të cilat e shohin politikën jo si pengmarrje të demokracisë, por si mundësi për fleksibilitet, për entuziazëm dhe për mirëqenie të kombit tonë në Kosovë dhe shoqërisë në përgjithësi. Kosova, si kur më parë, ka nevojë për një frymë të re politike, të studentëve, të profesorëve, të akademikëve, që të ngrisin zërin përmbi këto çështje partijake të shëmtuara të cilat po na ndodhin, dhe tek e fundit nuk e kem problem që të shkojmë përsëri në zgjedhje, sepse kështu populli vendosi që ju tha edhe vetëvendosjes edhe partive politike tjera që duhet bashkëpunoni, por bashkëpunim nuk ka me vetëvendosjen, e shoh nga partitë politike të cilat deri dje ishin opozit, dhe ky fakt është tashmë fakt i kryer. Ne sot kemi 24 vende jemi ra më poshtë në raportin e indeksit të medjave në botë. Dhe kjo na dëshmon që kjo qeveri ka kryer akte jo demokratike ndaj gazetarëve, ka përgjuar gazetarë, ju ka thonë oligark të Serbisë të Vučićit televizioneve të ndryshme. I ka abstrahuar të ri televizionet më të fuqishme në Kosovë. Dhe këto ndikime të vazhdueshme, kurse RTK-n, radio-televizionin e Kosovës, domethënë e ka bërë, si të themi, si zëdhënës të saj. Dhe ky fakt është determinuar në raportin e gazetarëve pa kufi, ku ne sot jemi të 99-ët. Dhe vetëm për 2 vite, domethënë kemi 24 pozicione më poshtë, dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Pak më herët se të kyçemi te ju, ambasadori gjerman në Kosovë e tha shumë qartë që më vjen keq që Kosova gjendet edhe më keq se Serbia për këtë çështje, dhe del vlau i një deputetje dhe i thot Palacio, i thot që Gjermania është e shkatërruar, i thot ambasadorit gjerman. E shifni me çfarë gjuhe, kurse kryeministri i Kosovës sot ishte në një eveniment dikun dhe gazetari i televizionit T7 i afrohet me një pyetje t'ia bëj, kurse këta që janë bodyguard të tij 2 herë ja kapin dorën dhe ja hedhin poshtë edhe mikrofonin edhe çdo gjë sot në ditën kur kjo çështje po bëhet, e mos flas edhe domthon Kosova është sikur më keq. Prandaj un po them nga aspekti i shoqërisë civile që kur më shumë nuk i konsinevojitet një frymë e re politike, njerëzve të rinj, njerëz student, arsimtar, biznesmen, bujq, inxhinier, të tjerë të cilët
vazhdimisht e ka nihilizuar se 60% të tyre nuk dalin në zgjedhje, që të formohet një parti politike apo një lëvizje apo një shoqëri e cila do t'ju thonë të gjitha këtyre partive politike të cilat nuk po e shohin në çfarë thot proverbi popullor, në çfarë deregje kemi ardhur, dhe ta shohim mundësinë e një fryme të re politike e cila ndoshta do të na sillte risi. Ilir, më fal për këtë çështje, por isha shumë i zhgënjur me këtë raportin e indeksit të mediave ku Kosova është radhitur. Je brenda aktualitetit edhe të falenderoj në fakt që bëre një koment edhe në lidhje me renditjen e medias e gazetarëve në tërësi, duke qenë se kemi një rënje në pozicion. Të falenderoj shumë, zoti Sholli, të uroj ditë të mbar. Një zjarr në një pallat raportohet tek komuna e Parisit me ndihmën e regjisë, do doja edhe pamjet, këto janë pamjet e zjarrit, pra duket se një apartament tek komuna e Parisit është përfshirë nga flakët edhe tymi. Sigurisht që nuk kemi shumë informacione në lidhje me këtë zjarr, por ama paktën nga tymi, nga shtullungat e tymit dhe nga flakët e zjarrit duket se situata është serioze, madje flakët duket se po përhapen edhe në apartamente të tjera. Jemi pra tek zona e komunës së Parisit, ku sipas asaj që raportohet në redaksinë e Euronews Albania, një apartament është përfshirë tërësisht nga flakët. Këto janë pamjet e sjella në redaksi, ku shfaqin qartë pra shtullungat e tymit edhe zjarrin i cili vijon që të përhapet në momentin që flasim. Në minutat në vim, patjetër që do t'i rikthehemi kësaj ngjarjes apo të kemi detaje të tjera. Shpresojmë shumë që zjarri të neutralizohet menjëherë edhe të mos kemi përhapje të flakëve në apartamentet e tjera të këtij pallati që, si të cilësova më parë, është në zonën e komunës së Parisit. Mirë, do të vijojmë me tjera informacione. Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CIA, publikoi sot 2 video të reja duke i nxitur zyrtarët kinesë të spionojnë për SBA-n, duke shfrytzuar frikën midis zyrtarëve në Pekin lidhur me fushatën antikorrupsion të presidentit Xi Jinping. Këto klipe të regjistruara në gjuhën mandarine zgjasin më shumë se 2 minuta dhe paraqiten si filma të shkurtër, të cilët kanë një komplot, rrëfim dhe muzikë të tensionuar në sfond. Një video synon zyrtarë të lartë të Partisë Komuniste, të cilët jetojnë me frikë të vazhdueshme se mos implikohen në spastrimin e Xis, me narratorin që është një zyrtar imagjinar që flet për ata që po zhduken, ndërsa ngjitem në grup. Shikoj ata si përmejet e kësa hidhen si këpucë të konsumuara njëri pas tjetrit, por tani e kuptoj se fati im është po aq i pasigur sa i tyre, thot narratori në video i ndjekur nga agent të qeverisë kineze. Video tjetër tregon një nënpunës të ri civil të zhgënjur me karrierën dhe jetën e tij, ndërsa kujdeset për një shef që jeton një jetë luksoze, i pajisur me kostume të qepura sipas dëshirës dhe orë të shtrenjta. Ai merr pjesë në seanca të raskapitjes autokritike politike. Hadreka zgjuar deri vonë për të punuar me raportet qeveritare dhe kthehet në apartamentin e vogël ku jeton me prindrit e tij. Kjo është në mënyrë të përmbledhur pra video e cila është publikuar së fundi, ku thuhet se CIA fton kinezët të spionojnë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me fillimin e konklavës të maj që do të zgjedh papën e ri pas vdekjes së Papa Franceskut, tensionet brenda hierarkisë së Kishës Katolike janë intensifikuar. Një rrymë ultrakonservatore me lidhje të forta me qarqe politike të ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara po shton përpjekjet për të ndikuar drejt për drejt zgjedhjen e pasardhësit të Papa Franceskut përmes një fushate pa precedent. Këto grupe shpresojnë të shohin një papë më tradicional që do të përqendrohet në çështje si aborti, familja dhe ruajtja e identitetit të krishterë, dhe jo në temat që shënuan pontifikatin e Papa Franceskut si mbrojtja e emigrantëve, dialogu me botën moderne dhe marrëveshje diplomatike si ajo me Kinën.
Fushata është përqendruar në diskreditimin e kandidatëve të moderuar si kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit dhe një nga favoritët për papatin. Përmes projekteve të financuara nga organizatat fuqishme konservatore si Sofia Institute Press dhe Instituti Napa, janë përdorur taktika që përfshin përpilimin e dosjeve kompromentuese, publikimeve nënkuptuese në media konservatore katolike dhe sulme personale në rrjetet sociale. Në Novi Sad është mbajtur protesta për çënuar 6 muaj nga shembja tragjike e tavanit në stacionin e kurudhor të qytetit, ngjarje ku humbën jetën 16 persona. Gjatë tubimit përkujtimor ndodhi edhe një incident ku një automet tentoi të hynte mes turmës së protestuesve. Shoferi u ndalua në kohë nga pjesëmarrësit, ndërsa policia ndërhyri për të ruajtur rendin dhe sigurinë. Të rinjtë që ndodheshin në mjet u arrestuan nga forcat e rendit. Në shenjë derimi për viktimat në parkun Liman u vendosën 16 karige të zbrasta, secila me emrin e njërit prej të ndjerëve dhe një lule të bardhë përmbi. Ndërkohë që në Beograd u zhvillua një protestë e veçantë me rastin e 1 majit, organizuar nga studentë dhe pjesë të sindikatave të nivelit kombëtar. Ai u mbajt përpara godinës së qeverisë së Serbisë, ku synohet dorëzimi i propozimeve për ndryshime në ligjin e punës dhe ligjin për grevat. Në protestë morën pjesë mijëra qytetarë, përfshirë sindikalistë, studentë dhe aktivistë. Do të shkëputemi vetëm për pak minuta publicitet. Rikthehemi. Mirë, pas ditën e sotme i shumë kërkuar i drejtësisë, Florence Çapja, një emër i njohur i krimit në qytetin e Elbasanit, por jo vetëm, do të ekstradohet nga Dubai në Shqipëri. Për mësuar diçka më shumë për formën e ekstradimit, por gjithashtu edhe për çfarë njihet dhe akuzohet ai nga drejtësia, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me gazetarin e Euronews Eni Ferrati. Eni, faleminderit që erdhe. Përshëndetje, Ilir. Duket se po funksionon, le themi, një marrëveshje me forma, le themi, paksa inovative, por po funksionon marrëveshja midis Shqipërisë dhe Dubait për të ekstraduar eksponent rëndësishëm të krimit. A mund na thuash diçka më shumë për rastin e Çapjas, si është zgjedhur forma për ta ekstraduar në Shqipëri? Në radhë parë më duhet të them që ne nuk është se kemi një marrëveshje konkrete me Emiratet e Bashkuara Arabe, marrëveshje dypalëshe ekstradimi. Ne kemi një tentativë të vullnetit ton politik institucional pra të Shqipërisë për të patur një marrëveshje me Emiratet e Bashkuara Arabe, janë çuar i gjithë dokumentacioni i nevojshëm, por deri në këtë fazë paktën nga korrespondenca që ka patur institucioni kryesor që është Ministria e Drejtësisë, nuk është që kemi patur një përgjigje nga Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë konfirmuar vetëm faktin që ne kemi marrë dokumentacionin tuaj që ju kërkoni që të kemi një marrëveshje nominale ekstradimi mes dy vendeve, por që nuk ka një përgjigje dhe me shumë gjasa nuk do të ketë kurrë një përgjigje, përsa kohë që Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë marrëveshje ekstradimi me asnjë vend. Atëherë si mund ta quajmë këtë bashkëpunim? Tani do të ndalim edhe në ky moment, po fillimisht po shpjegoja që Emiratet e Bashkuara Arabe operojnë vetëm i bazën e reciprocitetit, edhe tek rasti i Florence Çapjas, i cili nuk është i pari që ekstradohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk jemi kushtet e reciprocitetit, që do të thotë që veti kishim dhënë një të kërkuar Emirateve dhe ata ta këmbenin këtë favor në thojza me sjellje në Shqipëri ekstradimin të një personi që ne kërkojmë. Ajo çfarë unë shikoj edhe në rastin e shumë kërkuar drejtësisë, Florence Çapja, për cilin duhet të themi që është dënuar me vendim të formës së prerë me burgim të përjetshëm që në vitin 2023 nga gjykata e posaçme e apelit bashkë me xhaxhain e tij Ardian Çapja, po ashtu ku janë dënuar dhe disa shtetas të tjerë, ndërto dhe bashkëpunëtori i drejtësisë Ervis Bardhi, për një ngjarje nga më të rënda të periudhës së tranzicionit dhe demokracisë në Shqipëri, në vitin 2012, në banesën e tyre u ekzekutuan Babe Bir Nezir Egentian Beqiri. Dhe po thoja që Florence Çapja nuk është hera e parë që ndalohet në Dubai, edhe disa vite më parë ai është ndaluar aty për shkak se ka një urdhër kërkimi ndërkombëtar me kartel të kuqe për të, për shkak të veprave shumë të rënda penale, për cilat jo vetëm akuzohet, por tashmë është edhe dënuar me vendim të formës prerë, u mbajt disa kohë i monitoruar, po themi Dubai, dhe më pas u lirua. Se çfarë ka ndodhur nga ai moment deri në këtë moment do ta zbulojmë vim, sepse ende nuk është kryer operacioni, po themi, për dorëzimin e këtij shtetasi autoriteteve shqiptare, por ajo çfarë unë shikoj
me vijimin e këtyre ekstradime, nëse do t'i quajmë, është që po bie gjithmonë më shumë miti i Dubajit edhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Florent Çapja është shtjetasi i 4 shqiptar që ekstradohet, dëbohet, vendosin çfarë emri doni ju, nga Emiratet e Bashkuara Arabe, pra nga Dubai në drejtim të Shqipërisë. Fillimisht për herë të parë është ekstraduar, megjithëse në atë kohë abuzua me termin ekstradim, sepse i pari shtetas shqiptar që është sjellë në Shqipëri nga Emiratet e Bashkuara Arabe është një i kërkuar po nga SPAK, gjithë nga SPAK janë fakt. Bëhet fjalë për shtetasin Bruno Çobo, i cili u shit në fakt në autoritetet sikur u ekstradua. Në të vërtetë, ky shtetas i kërkuar për mashtrim kompjuterik e tjerë lidhur me call centrat, kishte kërkuar vetë që të vinte në Shqipëri, pra kërkonte vetë në Dubai me çonin në vendin tim të përballem me drejtësinë. Rasti tipik ishte ekstradimi i Plaren Dervishajt dhe Julian Meçës, dy të shumë kërkuarve po ashtu, emra të njohur, personazhe të njohur të botës së krimit, të cilët u sollën në Shqipëri me procedurën e dëbimit dhe deportimit. Çka do të thotë që ato janë marrë në banesat e tyre ku qëndronin në Dubai, janë nxjerrë në një zonë tranzit, siç quhet, aeroportuale, ku aty po themi nuk ka jurisdiksion ligjet që kanë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe aty janë dorëzuar oficerëve të Europolit, cilët më pas kanë bërë edhe koordinimin. Në gjitha rastet, ekstraduarit nuk e dinin që do të ekstradoheshin. Nuk e dinin dhe kjo ka qenë një mënyrë disi e befasishme dhe realisht nuk di nëse ka patur një sjellje të tillë të Emirateve të Bashkuara Arabe me nacionalitetet tjera të cilët janë strehuar në Dubai dhe kërkohen nga vetët e tyre. Po themi shtetas gjerman, shtetas polak, sepse atje ka një mori me personazhe edhe nga vendet tjera që kërkohen dhe nuk kanë mundur dot ti ekstradojnë. Kështu që besoj që edhe në këtë rast do të jemi në kushtet ku nuk kemi të bëjmë me një procedurë të mirëfillt ekstradimi, por kemi një procedurë është gjetur teknikaliteti. Dëbimi dhe deportimi, ku tashmë edhe Florent Çapja pas kaq vitesh në kërkim, edhe me një vendim formës prerë, duhet përballet me drejtësinë. Dënohet me vendim, me burgim të përjetshëm. Është dënuar, është me lënë fuqi vendimi i shkallës parë të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga apeli që në vitin 2023, që është më shumë gjasa tashmë është në gjykatën e lartë ku pritet që të ketë dhe një vendim. Megjithatë, Florent Çapja do të njihet zyrtarisht me vendimin, do të ketë mundësi të mbajë dhe ai qëndrimin në raport me këtë verdikt të drejtësisë shqiptare. Ne kuptova. Eni do të pyesja edhe për një ngjarje tjetër në Ekuador. Janë mbajtur peng nga grupet kriminale, nga një grup i famshëm në fakt i krimit atje, i cili merret me shpërndarjen e drogës. Është mbajtur peng pra një numër personash, 5 persona, 3 ekuadorian dhe 2 shqiptarë, cilët më në fund janë liruar nga ana e policisë ekuadoriane. Çfarë dim në lidhje me grupin, por gjithashtu edhe mbi rastin e pengmarrjes? Për shqiptarët gjithashtu. Nuk dihet identiteti i shqiptarëve të shliruar nga ajo zonë e pëllzuar ku mbaheshin peng nga grupi i njohur në Ekuador si Los Choneros, që ndërhyje ushtrisë ekuadoriane në fakt, mbështetur edhe nga policia, sepse atje luftën kundër karteleve të drogës, organizatave të mëdha të drogës e bën kryesisht ushtria dhe jo policia, për shkak pikërisht edhe të kësaj forme organizimi paramilitare që kanë deri diku këto grupe kriminale. Mjafton shikoni edhe njoftimin e ushtrisë se sa armë janë sekuestruar dhe ka patur edhe përplasje të armatosur dhe ka qenë me sa duket një operacion i rrezikshmërisë lartë ku është vrarë një prej antarëve të grupit kriminal Los Choneros pasi ka patur shkëmbim zjarri me forcat e policisë. Identiteti i shqiptarëve nuk dihet, por ky operacion mund të themi që na vërteton gjithmonë më shumë atë çfarë thot SPAK, çfarë thon organizatat ndërkombëtare të sigurisë, që shqiptarët gjithmonë më shumë janë zot, po themi, apo kontrollojnë trafikun e lëndëve narkotike nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Tani 2 shqiptarët, të cilët janë mbajtur peng nga ky grup kriminal atje, sipas formave që kemi mësuar se si operojnë këto kartele drogës, se është për 2 arsye. Po? Rasti i parë mund të mbajtur peng si garanci për kalimin e një sasie kokaine, dhe rasti i dytë është që ata mund të mbajtur sërish peng për rast se kjo ngarkesë mund të ketë rënë dhe personat të cilët kanë qenë të interesuar duhet paguajnë shumën e apo fitimin e munguar, po themi, të kësaj droga apo dëmin ekonomik që i është shkaktuar palëve në këtë rast. Siç e thash, gjithmonë më shumë rezident me shtetësi shqiptare po zhvendosen në Ekuador. Kjo e thënë edhe nga autoritetet vendas atje, madje edhe emrat e përfolur gjatë viteve të fundit, kemi folur këtu edhe për shqiptarët që janë ekzekutuar në Ekuador, mënyrën se si ato kanë arritur që të
rekrutojnë edhe të korruptojnë edhe sistemet vendase atje, agjensitë vendase, ndërhyrja deri madje në rangjet e politikës ekuadoriane, ku janë përmendur edhe shqiptarë që kanë financuar fushata caktuara elektorale. Sipas dhënave paktën se dhe nga foto e publikuar nga ushtria ekuadoriane, nuk arrijen të shuhen, po themi, imazhet e shqiptarëve, sepse siç thatë edhe ju, kanë qenë edhe 3 shtetas vendas që janë mbajtur peng, nuk dihet më shumë sa ditë janë mbajtur peng e tjerë me radhë, por ideja është që operohet gjithmonë të lloj mënyre, dhe dosje penale që janë hetuar dhe po hetohen nga autoritetet, qoftë SPAK-u në këtë rast, po edhe autoritetet e tjera, e njohin si mënyrë operimi pra ku shqiptarët lihen peng një individ të caktuar derisa ngarkesa e drogës të kalojë, ose në rast kundërt të zhbëhet edhe dëmi ekonomik, dhe nga ana tjetër një shtetas mund të mbahet peng edhe si garanci që ti nuk do të punosh me hile, po themi, me grupet kriminale vendase, të cilët ndihmojnë atje dhe kanë gjetur infrastrukturën për të ngarkuar sasitë me qindra kilogram kokainë në anijet që nisen nga portet kryesore të Ekuadorit, Guayaquili, por dhe nga qytetet e tjera si Quito e tjerë me radhë. Qartë, Eni, nëse dërgesa nuk shon ashtu siç duhet, këta persona që mbajnë peng, jo, rrezikojnë që edhe të ekzekutohen. Ndaj është kjo lloj garancie, fatmirësisht që janë kapur 2 shtetas shqiptarë, dhe kjo është një alarm, do të thoja unë, se ndoshta mund të jemi edhe para kushteve ku shtetas që janë zhdukur, po themi, apo janë humbur, kanë humbur kontaktet me familjarët, në rast se mund të kenë patur aventura të tilla, po themi, apo kanë shkuar për të qenë rezident në Ekuador, ndoshta mund të ketë patur edhe fatin fatkeq të kenë qenë në këtë lloj situatash. Qartë. Në rastin konkret, 2 shqiptarët janë liruar nga ana e autoriteteve atje. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Mirë, do të shkojmë edhe njëherë me zjarrin e raportuar disa minuta më parë te komuna e Parisit. Këto ishin pamjet e transmetuara pak më parë, ku duket qartë një apartament balkoni i cili është përfshirë krejtësisht nga tymi edhe e flakët. Dyshohet se kemi të bëjmë me shpërthimin e një bombule gazi, edhe sipas raportimeve nga gazetarët e Euronews Albania, duket se zjarri në këto momente që flasim është fikur. Vetëm një dhomë është përfshirë nga flakët, madomendja dhoma që është ngjitur me balkonin, ku duket edhe në pamjet që po transmetojmë në këto momente. 2 mjete zjarfikse kanë ndërhyrë menjëherë, dhe zjarri është fikur, fatmirësisht nuk ka dëme në njerëz. Ka ardhur gjithashtu edhe njoftimi zyrtar nga ana e policisë së shtetit më datë 2/5/2025, rreth orës 14:45, ka rënë zjarr në një banesë në katin e 6 të një pallati në rrugën Tish Daia. Si pasojë ka vetëm dëme materiali, nuk ka persona të lënduar. Shërbimet zjarfikse ndodhen në vendngjarje dhe punojnë për fikjen e zjarrit, ndërkohë grupi hetimor punon për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit, është informacioni zyrtar i policisë së shtetit. Lajmi mirë me patjetër që zjarri është fikur dhe nuk ka lëndime në njerëz. Do të vijmë më tej, Izraeli po përballet për të dytën ditë me radhë me zjarret. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se 18 persona janë arrestuar në ndyshimin për zjarrvënie të qëllimshme. Sipas medias izraelite, shërbimi zjarrfikës i Izraelit thotë se më shumë se 150 ekipe zjarrfikse po punojnë ende për të shuar flakët dhe 12 avion po punojnë për të vënë nën kontroll ato. Zjarret shpërthyen të mërkurën përgjatë autostradës kryesore Jeruzalem-Tel Aviv, duke bërë që policia të mbyll rrugët dhe të evakuoj mijëra banor nga zonat përreth. Të paktën 23 persona morën ndihmë mjekësore për shkak të tymit. Gjithashtu 17 zjarrfikës janë plagosur, ndërsa ekipet punuan gjatë gjithë natës duke lejuar rihapjen e rrugëve kryesore, përfshirë rrugën Jeruzalem-Tel Aviv. Të nxitura nga temperaturat e larta dhe erat e forta, zjarret u përhapën me shpejtësi nëpër zonat hyjore, duke shkaktuar evakuime nga të paktën 5 komunitete, tha policia. Vendet europiane, Italia dhe Kiproja kanë dërguar 8 aeroplan zjarrfikës në Izrael për të mbështetur përpjekjet e shtetit për të shuar flakët. Mirë, për të mësuar diçka më shumë, do të lidhem me zonjën Itagani. Zonja Agani, përshëndes nga Tirana. Kënaqësi që të rishoh sërish.
mund na thuash diçka më shumë për sa i përket zjarreve? E dyta ditë ku Izraeli është përfshirë nga flakët, kryeministri Netanyahu ka shpallur edhe gjendjen e jashtëzakonshme nga nisi e gjitha kjo, si është situata në momentin që flasim, a raportohet për të lënduar apo për persona të cilët kanë humbur jetën? Vërtet zjarret filluan të mërkurën në momentin kur ne ishim në ceremoninë e ditës së dëshmorëve në të gjithë Izraelin, kryeshin ceremonit dhe në orën 11 filluan zjarret në Jeruzalem, në pyllin e Jeruzalemit, mund të them, nga më të njohurët, nga më të bukurit, nga domethënë diçka që frekuetohet shumë nga të gjithë. Natyrisht ishte një zjarr shumë i madh, i cili mbylli shumë hyrje në Jeruzalem, që natyrisht shkaktoi dhe një shqetësim në njerëz, në popull, në të gjithë Izraelin. Vërtet zjarri janë ndjekur pothuajse 25 duna, domethënë një tokë shumë e madhe, e ndjekur e përvoluar, mund të themi. Natyrisht, siç e tha dhe ju më parë, njerëzit u larguan nga shtëpit, Izraeli për një herë mori masat në nivelin më të lartë që ekziston, të cilët të para, domethënë, të siguroj jetën e njerëzve. Natyrisht kishte edhe njerëz të cilët ishin në ekskursion. Edhe ata u kthyen mbrapsht, u shpëtuan, kështu që të paktën vdekje nuk ka pasur, po ka pasur vetëm të plagotur nga njerëzit të cilët punojnë, të zjarrfikseve, nga tymrat, siç e thatë ju, por dëmi është vetëm në pyet, në pyll që ka në Jeruzalem. Por faktikisht menduam sepse ishte një farë qetësie, sepse edhe koha në Izrael ishte për të mirën e zjarrit, nuk ishte për të mirën e Izraelit, sepse këtu ishte një tornado, mund ta quaj, një erë ngrohtë, një ndësie të tmerrshme që e pa parë. Dhe natyrisht ajo ndihmoi shumë që zjarri të shpërndajë e të përhapej dhe më shumë, por mund të themi për 2 ditë me ndihmat që u dhan nga, siç e tha dhe ju përpara, nga shtetet e ndryshme, u munduan që të ndalojnë deri diku zjarrin, por tash në këto momente që unë po flas, ka një shpërthim zjarri përsëri shumë të madh, i cili është pothuajse puna të mas siç ishte të mërkurën. Akoma nuk kemi të dhëna tamam, po thonë që është një zjarr shumë i madh dhe kanë filluar përsëri në atë zonë të lërohen njerëzit, të largohen nga i vend. Dua të them që jemi në zjarr si në qiell dhe në tokë. Situata e vështirë, natyrisht, por masat që merr Izraeli në momente të tilla, domethënë janë për tu theksuar se ajo që është kryesorja është njeriu, i cili vërtet deri tani nuk kemi vdekje dhe nuk kemi të humbur. Zonja Gani, vatra e zjarrit ku ndodhet në momentin që flasim? A ka toka të banuara aty ku ai ka vatrën kryesore, le të themi, dhe çfarë ka ndodhur? Janë zjarrvënie të qëllimshme apo ka nisur një hetim në lidhje me këtë çështje? Çfarë thonë autoritetet? Vërtet ka nëpërmjet mediave të ndryshme dhe ju i keni parë patjetër që shikojnë që ka njerëz të cilët kanë filluar zjarrin, e kanë ndezur, por akoma nuk është dhënë një, domethënë, janë dyshime, akoma nuk është dhënë përfundimisht se kush është arsyeja. Patjetër unë mendoj që zjarri nuk vjen vetë, po të ndezë dikush, edhe ajo duket shumë mirë, domethënë që ka njerëz që e kanë ndezur atë zjarr, dhe ka njerëz që vërtet mund të them është një lloj terrori, mund ta quaj, për Izraelin. Edhe padyshim që shteti i Izraelit dhe qeveria do di të japi edhe përgjigje dhe zgjidhje këtyre terrorave dhe terroristave të cilët gjejnë lloj-lloj mënyra arsyesi të shkaktojnë dëme e të shkatrojnë Izraelin. Qartë, pra mund themi, zonja Gani, se zjarrvënia është si pasojë e armiqve të Izraelit? Ka indicje se ato mund vinë ndoshta nga Gaza?
Unë nuk mund të them nga gazet se akoma nuk kanë dhënë shpjegime, por ama ne shikojmë se nëpërmjet mediave shikojmë se vërtet ka njerëz të cilët e kanë ndezur këtë zjarr, po kush e ka ndezur dhe si e ka ndezur këtë ne nuk e dim akoma, por që natyrisht ka këtu dorë ka njerëz të cilët janë të dyshimt edhe janë hetim, siç e thatë ju, kur t'jepen përgjigjet më të sakta dhe unë ndoshta do jem më saktë në mendimin tim, por ndjenja ime është vërtet që ka dorë dhe ka terror. Sepse nuk ka mundësi që të ndizën zjarri vetë. E kuptova. Është shpallur gjendje e jashtëzakonshme në Mosgaboj, gjendje e emergjencave në Izrael, në tërësi, në të gjithë territorin, dhe çfarë përfshin kjo gjendje e jashtëzakonshme sa pritet që të zgjasë? Të mërkurën vërtet ishte një gjendje e jashtëzakonshme. Vërtet të gjithë u mbyllëm në shtëpia, natyrisht në Jeruzalem ishte bllokuar çdo hyrje, çdo në atë zonën kur ishte zjarri. Por nga momenti që ishte zjarr dhe koha ishte shumë e vështirë, ishte një vap e tmerrshme dhe një erë e paparë ndonjëherë në Izrael, kështu që rreziku ishte që mund të arrinte në çdo moment, në çdo vend, kështu që patjetër ishim që të gjithë, domethënë të njoftuar që mos të dinim dhe ishim natyrisht në shtëpiat tona. Ishte në darkë duhet të bëj dhe festa e çlirimit, të gjitha u pezulluan, çdo çfaqe, çdo gjë u pezullua, nga që ndodhën zjarret dhe njerëzit në festa ndezin dhe zjarre, bëjnë dhe barbecue, kështu që të gjitha u ndaluan. Natyrisht në ato zona ata njerëz, ka njerëz që banojnë dhe jetojnë në ato shtëpia që të gjithë janë larguar, të gjithë kanë marrë masat, i kanë larguar njerëzit. Natyrisht tashi po luftojnë për zjarrin dhe siç u thash dhe përpara, është ndezur një zjarr akoma dhe më i madh në ato zona në vazhdim. Tashi më tepër nuk kemi të dhëna. Shohim se çfarë mund të vazhdojë. Po që kemi zjarr dhe në qiell dhe në tokë. Kemi dhe në qiell. Sot edhe Tejmani na ka qelluar 2 herë, një herë në 5 të mëngjesit dhe një herë në drekë. Kemi pasur bomba nga tem. Po shqyr Zotit që Izraeli ka plasur në ajër dhe nuk kemi pasur dëme. Shpresojmë që situata të shkojë drejt normalitetit, si në tokë ashtu edhe në qiell, siç e cilësuat ju, zonja Ganit. Falenderoj shumë për gjitha detajet që përcolle. Faleminderit. Ju lutem dhe suksese në zgjedhje. Faleminderit. Kur në ndajnë vetëm 9 ditë nga zgjedhjet e 11 majit, Ambasada Amerikane në Tiranë ka shpërndarë mesazhin e zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance përmes një postimi në Facebook. Thënia e zëvendës presidentit amerikan është vendosur mbi një foto ku shfaqet një zarf duke u futur në një kuti votimi. Në mesazhin e Vance theksohet se demokracia që qëndron mbi parimin e shenjtës, zëri i njerëzve, i qytetarëve, ka rëndësi, teksa shton se nuk ka vend për pengesa ose i përmbahesh këtij parimi ose jo. Demokracia që qëndron mbi parimin e shenjtës, zëri i njerëzve, ka rëndësi, nuk ka vend për pengesa ose i përmbahesh këtij parimi ose jo. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara J.D. Vance citohet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Do shkëputemi edhe njerë për pak minuta publicitet. Rikthehemi. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Jorn Rode, ka thënë se i ka shprehur presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, shqetësimin e tij në rritje me vonesat në formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Gati 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, Kosova ende nuk i ka formuar institucionet e saj për shkak të mosdakordësisë mes disa prej partive më të mëdha parlamentare për postin e kryetarit të kuvendit. Në një reagim në rrjetin social Blue Sky, Rode tha se partitë politike në Kosovë duhet të veprojnë shpejt për formimin e institucioneve dhe duhet i shohin interesat shtetërore para atyre partijake. Në peizazhin e sotëm global që po ndryshon me shpejtësi, veprimet e shpejta janë të domosdoshme dhe çështjet shtetërore duhet gjithmonë të vihen para politikave partijake, shkroi Rode. Duket se kemi reagimet e para nga ana e ndërkombëtarëve për atë që po ndodh në Kosovë. Mos reagimi apo reagimi në momentet që flasim është një mesazh për klasën politike, si do të zgjidhet ngërçi, çfarë prodhoi takimi midis Kurtit edhe zotit Krasniqi, a ka gjasa që të kemi një koalicion midis tyre? Për gjitha këto pikpyetje do të bashkëbisedojmë me kënaqësi me Argjend Zejnen. Argjend, përshëndes, faleminderit.
Përshëndetje Ilir, për juve gjithë aty në Euronews dhe për shikuesit juaj. Faleminderit. Paraprakisht doja ta nisja me reagimin e ambasadorit gjerman Rode. E vonuar, nuk duhet të reagonte, bëri mirë që reagoi sepse vetëm nëpërmjet kësaj mënyre do të zgjidhet ngërçi. Cili është gjykimi juaj në lidhje me këtë? E kemi diskutuar, nëse zgaboj, në lidhjen e fundit që kemi pas në të tilla intervista që kësaj radhe ka mungu një presion ndërkombëtar dhe po kemi edhe vonesa në konstituimin e institucioneve. Sikur nuk kemi mësuar, sikur po tregumi nxënës të dopt nga për shkak të si nuk heqen mësuesit, këtë rast SBA-t edhe Gjermania. Deri në këto momente, ne nuk mbërritëm me funksionalizu kuptimin institucional Kosovën e pas zgjedhjeve të më shkurtit, dhe vazhdojmë të jemi në tentativat 8, 9, do të jenë tentativa 10, dhe besoj që do të vazhdojmë këtë ngërç derisa nuk kemi konkretisht një marrëveshje politike të partive, të subjekteve parlamentare për ta konstituar Kuvendin e Kosovës dhe për t'i dhënë shans pastaj gjithë secili tjetrit që të provoj të afërmoj qeverinë e Republikës Kosovës. Këto zhvillime na tregojnë që më shumë se gjithçka kemi një krizë që reflekton një rrezik më të gjerë në funksionimin demokratik të Republikës Kosovës. Sepse mos konstituimi i kuvendit nuk është vetëm një çështje procedure, është më shumë shenjë një krize të përfasimit dhe mungesa konsensusit politik, i cili është i nevojshëm në brenda kuvendit të Kosovës, për të garantuar një qeveri funksionale. Pastaj kjo na tregon në shenja se edhe qeverinë do ta kemi jashtëzakonisht diskursive në raport me çka na pret si Kosovë dhe si shoqëri. E kuptova. Argjend, pse dështoi takimi midis Krasniqit, Memli Krasniqit edhe Albin Kurtit ditën e djeshme në gjykimin tënd? Unë besoj që pikërisht takimi ka ndodhur për të dështuar. Për shkak të qëndrimeve që i dim në të dy taborët. Në këtë rast, PDK-ja dëshiron të tregojë që nuk ka arsye për të ikur secilës ftesë të zotit Kurti si partia e parë, derisa nuk konstituohet kuvendi i Kosovës. Pastaj do të kemi zhvillime të tjera, por partitë politike, më së shumti partijave vendosje, do duhet të reflektoj për t'i dhënë shansin partive të tjera në konsensus. Në këtë rast, kërkesat e partive të tjera janë ndryshoje kandidatin dhe pastaj do të mbetet nëse parti tjera janë ato që ve bllokojnë, apo vërtet është partia vendosje ose zotri Kurti ai i cili përblen ku vetes sepse nuk i ka numrat për qeverinë. Unë besoj thellësisht, sikur një shumësi e njerëzve të cilët janë të njohur me këto zhvillime, që zotri Kurti po vazhdon ta nxjerrë në thonizat si kurban politik e zonën Haxhiu për t'i dhënë shans vetes që të ketë një shumicë. Po, kjo duket e qartë tani, Argjend. Brenda kuvendit të Kosovës. Po, kjo duket e qartë tashmë. Ajo që është e rëndësishme. Po, mund vjosh. Po nuk më dëgjoj. Jo, që po e mbam. Ajo që është e rëndësishme. Po. Ajo që është e rëndësishme është që partitë e opozitës së deri djeshme duhet të thrasin presidentes, në mos partia e parë, partia vendosje, duhet të thrasin presidentes që ta luajë rolin e vet. Atë të unitetit, të spektrit politik, për shkak se tashmë kur do të kaloj edhe numri jubilar, themi, i 10 tentativave, nuk ka më arsye që të presim edhe të provojmë me zënën Haxhive dhe me tutje. Argjend, kemi pasur një reagim nga ana e Vjosa Osmanit. Tani i dyti si duhet të jetë në gjykimin tënd? Duhet të jetë obligativ, pra në një farë mënyrë detyrues? Urdhro? Duhet të jetë praktik, absolutisht, që mund të ketë edhe nuanca detyruese. Duhet të thras partitë politike, duhet të gjejë një zgjidhje, një hapësirë teorike brenda kushtetutës së vendit e cila ja jep këto ingerenca që në rastin, në këtë rast, në këtë shembull, ku s'po konstituohet instanca kryesore e vendit, nga të cilat pas të gjitha instanca tjera që e rregullojnë shtetin e Kosovës,
duhet që në bashkëpunim edhe me spektrin politik parlamentar, edhe me gjykatën kushtetuese, edhe me ekspert vendor ndërkombëtar, të japin alibi gjykatës kushtetuese që të nxjerrë një diskrecion të ri, një shpjegim të ri, një akt normativ të ri, që e zbërthen dhe që e zhvillon këtë nenin të parit, sa herë duhet ketë mundësi, sa herë duhet ketë të drejtë që të propozoj një kandidat për kryetar të kuvendit, edhe pse në duket që është çështje protokollore, kortoazie dhe procedurale, por tashmë ka kaluar në një çështje politike, në mes spektrit politik parlamentar, të cilet janë tekanjoz, janë egoista dhe nuk parandjejnë që duhet jetë në prioritet situata e qytetarëve, mirëqenia e tyre, përfaqësimi i shtetit, edhe për brenda dhe për jashtë, dhe pastaj të vinë kalkulimet e tyre, por këta e kanë ndrru pozicionin. Fillimisht kanë hyrë me kalkulimet e veta politike, të ardhmen e tyre, brenda kuvendit ose në zgjedhjet e ardhshme, dhe pastaj qytetarët kur do të lëvijë rrota. E kuptova. Argjend, në gjykimin tënd, votimi i fshet ditën e djeshme e ka thyer rregulloren, pse u zgjodh që të bëhet kështu? Të shumtë janë ata cilët mendojnë për të fshehur ata që votojnë, dhe këtu kam parasysh ndoshta listën serbe edhe të tjera si këto. Po thuhet, në analizën time, edhe kjo është në sinkron me atë tendencën për të blerë kohë nga zotri Kurti, ka qenë një njohur se s'do t'i kaloj si procedurë, s'do t'i kaloj si propozim, s'do t'i kaloj si ndërhyrje, për shkak se e kanë thënë shumica për rreth e kësaj përsëris, modaliteti i votimit caktohet që në startin e seancës konstituive ose secilës seancë. Kjo mund të quhet domthonë tek deklarimet jashtë ranit ditës. Një deklarim të tillë jashtë ranit ditës që në nisje të kësaj seance nuk kemi pas për një propozim të tillë, dhe tashmë në gjysmën e lojës, në gjysmën e rrugës maratones të kësaj loje, nuk mundesh me ndërhyj me thonë nuk po më pëlqen tash ky modalitet, po më nevojitet një modalitet tjetër, dhe ja unë e kam mundësinë edhe të e propozoj. Unë mund vje keq që qoftë kryeministri, ish kryeministri Kurti, një deputet i Kurti, qoftë partia e tij, majoranca e tij me 42% me 48 numra brenda Kuvendit të Kosovës, që po nxjerrin lajthitje kaq shpesh dhe kaq vrazhd zotin Behari, i cili edhe ashtu me shëndet dhe me mosh nuk është për të tilla gjëra. Unë po të isha në vendin e tij, do t'ja lejoja deputetes më të re, e cila është më e gjetur në këto raste, dhe që ta udhëhiste dhe që ta menaxhonte këtë seancë, për shkak se kjo konsiderohet që është çështje minutash dhe nuk parasheh që të ketë çështje ditësh, javësh, ndoshta edhe muajsh për me udhëheq një seancë të tillë deputeti më i vjetër, pikërisht edhe për shkak të kësaj që duhet me qenë jashtëzakonisht shumë visible, shumë mbikëqyrës, shumë survijues i rregullave për të mos bërë precedane për të ardhmen, të cilat mundet me i shkaktu kokqarje edhe kuvendit, por edhe një qeveri e tashme. Ai e ka ndërprer disa herë seancën në mënyrë të çrregullt, edhe ka vazhduar me të njëjtën seancë, por ka, për mendimin tim, ka mjaftueshëm momente kur duhet të gjykohen nga një instancë siç është këtë rast gjykata kushtetuese, për të mos i dhënë precedent për të ardhmen që kushdo që të jetë kryesues që të marrë rolin e kryetarit de facto të kuvendit të Kosovës, për shkak se nuk e ka një rol të tillë. Dakor. Në këtë rast, Kurti ose partia vetëvendosur qëllim shëmpjep këtu ingerenca e zotit Beharit. Argjend, me qëse përmënde gjykatën kushtetuese, duhet i drejtohet dikush gjykatës kushtetuese që të reagoj në lidhje me atë që po ndodh, apo jo? Pse nuk po i drejtohet askush? Se nëse do t'i qëndrojmë logjikës, atëherë i bie që edhe Kurti, po edhe opozitarët nuk duan që t'i japin zgjidhje këtij ngërçi, duan që ai të zgjasë dhe të zgjasë. Pse askush nuk i drejtohet gjykatës kushtetuese? E thash, janë tekanjoz, janë egoista, i ka fshi përparan, i ka rrok përparan kalkulimi politik, kalkulimi elektoral, nuk parandjen kërkush si çka ka pson Kosova. Edhe nuk, sikur janë vërgu, nuk i shohin zhvillimet për rreth, ashtu siç është shpreh edhe ambasadori gjerman. Rotet, ne nuk po arrim të përshtatemi zhvillimeve rajonale e as globale.
Ne edhe ju nuk kemi ambasador. Askush nuk, ambasador amerikan e kam fjalën. Po. Askush nuk I vënon pikpyetjen pse nuk kemi ambasador të dy vendet shqiptare, themi. Ke një përgjigje? Dhe askush nuk është duke u marrë me neve. Ke një përgjigje, Argjend? Juve në prag të zgjedhjeve pa ambasador, neve pas zgjedhjeve pa ambasador dhe peshuem situatën çfarë kemi. Askush nuk e ngre këtë pyetje në çfarë vorgulle jemi duke u futur, edhe si kom, por edhe si dy shtete të cilat do duhet të përshtateshin me dinamikat më shumë ne, zaten, se sa ju në Shqipëri, për shkak se ju jeni shumë më përpara neve, por Kosova nuk kemi të arrit më u përshtat, sidomos pas zgjedhjeve të nënshkurtë, më u përshtat me dinamikat zhvillimeve që na rrethojnë. Argjend, ke një përgjigje pse Shqipëria dhe Kosova nuk kanë ambasador amerikan? Përgjigjen e kam, por për mendimin tim është e frikshme. Besoj që sikur po na hekin prej kësaj hartës gjeopolitike të shërbimit jashtëm diplomatik administrata Trump 2. Sikur po jap më shumë rëndësi, ju e keni këtë mundësi, por po jap më shumë rëndësi çështjes biznesore, të lidhjes të shërbimit diplomatik me pjesën ekonomike, financiare, biznesore të djalit të presidentit Trump. Për shkak se ai ishte në Serbi, me sa e kam kuptuar, veç është vendos, një ambasador është emëruar, pak nuk e di është vendos ende apo jo, të më falin publiku për këtë mungesë informate, por të në Kosovë as që po përflitet se kush mund të jetë. Dhe kjo është fatkeqësi edhe për neve, për shkak se po vazhdon ky ngjerçi edhe brenda institucioneve të Kosovës, duke mos vazhduar që ta kemi një mësues siç jemi mësuar në të kalumen, siç janë këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se ne këtë profesoriatin e Bashkimit Evropian edhe nuk e besojmë, edhe nuk e kemi shumë dëshirë që na diktojnë, por kur bën fjalë tek Shtetet Bashkuara të Amerikës, për dallim prej ish-kryeministit Kurtit, të tjerë lider edhe ish-kryeministra e kanë pas hatrin, I themi ne me gjuhën popullore, që ti dëgjojmë mentorimet dhe këshillat e tyre. Argjend, faleminderit shumë, përshëndes. Edhe unë juve Ilir, mirëshëndet. Edhe njerë pak minuta publicitet, kthehemi edhe flasim për zhvillimet më të fundit në botë. Deputetët në Zagreb kanë miratuar një legjislacion të ri që kërkon heqjen e mbishkrimeve në varre nga lufta e viteve 1991-1995, të cilat qytetarët, sidomos të pakicës serbe, mund t'i konsiderojnë fyese. Përfaqësuesit e pakicës serbe besojnë se kjo zgjidhje është e njëanshme dhe trajton vetëm një polemik historike. Lufta e pavarësisë së Kroacisë përfundoi pothuajse 30 vjet më parë. Megjithatë, ligjvënësit e vendeve anëtare të BE-s dhe NATO-s menduan se disa çështje që rrjedhin nga konflikti nuk janë zgjidhur plotësisht. Ligji I ri, siç shpjegohet në një deklaratë lëshuar nga Ministria e Planifikimit Fizik, Ndërtimit dhe Aseteve Shtetërore, ndalon mbishkrimet e bëra gjatë pushtimit dhe riintegrimit paqësor, të cilat përmbajnë simbole që mund të ofendojnë moralin dhe ndjenjat e qytetarëve. Ligji synon veçanërisht gurët e varreve të bëra pas 30 maj 1990, dita kur ish Republika Socialiste e Kroacisë përuroi parlamentin e saj të parë shumë partijak, një hap I parë në rrugën e saj drejt pavarësisë nga pjesa tjetër e Jugosllavisë. Ky vendim ka shkaktuar kundërshtime nga pakica serbe në Kroaci. Agjencia për Inteligjencë të Brendshme në Gjermani ka shpallur Partinë Alternativa për Gjermaninë, AFD, organizatë ekstremiste të krahut të djathtë. Agjencia tha se tani ka konfirmuar këtë cilësim për AFD-n, pasi sipas saj tashmë ka të dhëna konkrete që partia anti-imigratore e themeluar në 2013 ndjek qëllime që kërcënojnë rendin demokratik të Gjermanisë. Kuptimi I Partisë për Popullin I bazuar në përkatësinë etnike dhe priardhjen nuk është në përputhje me rendin demokratik dhe lirinë, tha agjencia. Qëndrimet e partisë dhe udhëheqësve të AFD-s shkelin parimet kushtetuese të paprekshmërisë së dinjitetit njerëzor, than zëvendës presidentët e agjencisë AFD-ja, që doli e dyta në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura këtë vit në Gjermani, më herët kishte pasur statusin e grupit të dyshuar ekstremist. Kjo parti e sfidoi këtë cilësim të agjencisë në gjykatë, por pa sukses.
Presidenti Amerikan Donald Trump erguar këshilltarin e tij për siguri kombëtare Mike Waltz dhe e ka emëruar sekretarin e shtetit Marco Rubio si zëvendësim të përkohshëm në këtë post. Ky është ndryshimi i parë në ekipin e ngushtë të Trumpit që kur ai mori mandatin e dytë presidencial në janar. Trump shkroi në rrjetet sociale se do të nominoj Waltzin në postin e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara, duke shtuar se ai ka punuar shumë për të vendosur në rend të parë interesat e shtetit tonë. Sekretari Rubio është personi i parë që do të mbajë 2 poste që nga Henry Kissinger, i cili në vitet 70 kishte mbajtur njëkohësisht postin e sekretarit të shtetit dhe të këshilltarit për siguri kombëtare. Kur kam ndonjë problem me thërras Markon, ai e zgjidh problemin, tha Trump në shtëpinë e bardhë. Për largimin e Waltz kishte pasur thashë theme për javë të tëra që kur ai krijoi një grup në Signal dhe gabimisht e futi në grup një gazetar, teksa aty zyrtarët më të lartë amerikanë të sigurisë ndanin plane të ndjeshme ushtarake. Redaktori i revistës The Atlantic më pas raportoi për bisedimet që ishin zhvilluar në këtë grup duke përshkruar detajet e një sulmi amerikan në Yemen. Posti i këshilltarit për siguri kombëtare është një post që nuk kërkon konfirmimin në Senatin Amerikan. Gjatë mandatit të parë presidencial, Trump kishte pasur 4 këshilltarë të sigurisë kombëtare: Michael Flynn, McMaster, John Bolton dhe Robert O'Brien. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lëshuar një urdhër ekzekutiv duke kërkuar bllokimin e të gjitha fondeve federale për shërbimin publik të transmetimit dhe radion publike kombëtare. Ai pretendoi se të 2 organizatat janë angazhuar në mbulim lajmesh të anshme dhe partijake, duke shtuar se bordi duhet të refuzojë të ofrojë fonde në të ardhmen për organizatat e lajmeve. Nuk ka rëndësi se cilat pikpamje promovojnë NPR-ja dhe PBS. Ajo që ka rëndësi është se asnjëri entitet nuk u paraqet qytetarëve taksapagues një portretizim të drejtë, të saktë ose të paanshëm të ngjarjeve aktuale, thuhet në urdhër. Shtëpia e Bardhë shtoi gjithashtu se financimi i mediave të lajmeve është jo vetëm i vjetruar dhe i panevojshëm, por edhe gëryes për pamjen e pavarësisë gazetareske dhe se peizazhi mediatik është bërë më i larmishëm. Megjithatë, buxheti CPB-s është miratuar tashmë nga Kongresi deri në vitin 2027. Për zhvillimet më të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndryshimin e rolit Mike Waltz, çfarë pozite pritet që të marrë ai? Çfarë do të ndodhë me Rubio ndërkohë, i cili do të mbajë 2 pozicione, por jo vetëm, edhe mbi marrëveshjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës, do të bashkëbisedoj me Agrit Çipën. Agrit, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë ndodhi që Mike Waltz u largua? Trump thot do të shkojë në një tjetër pozicion, megjithëse ende nuk kemi diçka zyrtare. Ja del Rubio që të mbajë 2 pozicione? Po, duhet nisur që pavarësisht se nuk është konfirmuar dhe do të kaloj për shkak se pozicioni si ambasador në Kombet e Bashkuara kalon nga Senati dhe kërkon miratimin e Senatit, mendoj se nominimi i tij nga zoti Trump e garanton në farë forme avancimin e zotit Waltz, pavarësisht se ka pasur, sikur se përmend dhe ju në introduktën tuaj, një situatë të jo të këndshme me incidentin që ndodhi në Signal, me fakti që përfshiu në një grup ku shkëmbesh informacione sensitive një gazetar dhe që i shkaktoi një kosto dhe imazhi administratës, mendoj se zoti Waltz ka eksperiencën dhe ka kapacitetin për të fituar më së paku nga pikpamja e politikës që avancon dhe që do të mbrojë në Kombet e Bashkuara pozicionin dhe të marrë miratimin nga Senati, aq më shumë kur kemi një shumicë republikane dhe nga pikpamja ideologjike një pjesë shumë e madhe e senatorëve republikan kanë një afinicion shumë e madh me zotin Waltz, sa mund të kishim një pjesë tjetër të anëtarëve të kabinetit të zotit Trump. Për sa i përket zotit Rubio, sekretarit Rubio, padyshim që është një sfidë për të që të mbajë 2 pozicione, edhe kjo ishte përfshirë në introduktën tuaj që zoti Rubio është i pari person që mban 2 postet si sekretar shteti, si këshilltar për sigurinë kombëtare që nga koha e zotit Kissinger, një figurë mjaft e lartë diplomatike dhe që njihej për potencën jo vetëm të mendimit, por edhe të
implementimit të politikave që preferonte. Zoti Rubio e gjen veten sigurisht një sfidë në këtë aspekt dhe mendoj se edhe për vetë strukturën dhe vështirësinë që kanë të dyja postet nuk do të jetë një zgjidhje pa gjatë, më shumë një zgjidhje pa shkurtër. Mendoj se do të kemi një emërim të dikujt tjetër si këshilltar për sigurinë kombëtare me detyrë të plotë, duke e shpërndarë dhe përgjegjësinë. Ajo çfarë është e qartë sigurisht është që zoti Trump ka besim tek sekretari Rubio dhe është një lloj shprehje e këtij besimi, pavarësisht se ka dhe njerëz të tjerë të cilët nuk kanë ambicie për ta marrë pozicionin e këshilltarit për sigurinë kombëtare, që edhe pse nuk kalon nga Senati dhe nuk kërkon miratim nga Senati, mbetet një pozicion kyç në stilimin e politikës së jashtme të Shtetit Bashkuara dhe sigurisht në stilimin e asaj politike që kërkon të avancojë zoti Trump. Edhe për faktin sepse nuk kalon nëpërmjet Senatit një post i tillë, të shumë kanë qenë zërat që kanë aluduar se mund të jetë Richard Grenell. Flitet në lidhje me këtë në media apo në analiza politike? Po, është përmendur në burimet ndryshme mediatike, është përmendur zoti Grenell si kandidat i mundshëm, duke të paktën nisur nga këto burime edhe si person që ka interes për pozicionin, pavarësisht se zoti Trump e ka caktuar në një stër detyrash zotin Grenell përgjatë këtij mandati të parë, fillimisht si i dërguar i posaçëm për misionet speciale, sikur si quhet ai, dhe përfshirja e zotit Grenell fillimisht ishte në Amerikën Latine, më pas duke e pozicionuar në një institucion kulturor në Shtetet Bashkuara në Washington, saktësisht, duke sikur e shfrytëzon dhe ka besim tek zoti Grenell dhe gjasa tjetër që të ketë një pozicion tjetër, ajo i këshilltari për sigurinë kombëtare ke pozicion mjaft kyç, sikurse përmendat një herë, dhe besoj se do të kërkoj pak kohë zoti Trump për të përcaktuar emrin specifik që do të zëvendësojë zotin Waltz aty. Pavarësisht se mbeten mjaft kandidatë të mundshëm të cilët kanë shprehur ose interes ose edhe gatshmëri për të shërbyer në atë pozicion. Qartë. Akri, doja do të pyesja për marrëveshjen midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës. Zelenski ka lënë të kuptohet se vula e kësaj marrëveshje, le të themi, është arritur në Vatikan. Të dy liderët patën një përqasje shumë miqësore, ndoshta edhe për shkak të deklaratave të Papa Franceskut, një takim gati spontan me dy karige përballë njëri tjetrit, që duket ka sjell paqen midis Trump edhe Zelenskit. Në gjykimin tënd, në cilën pikë është marrëveshja për paqen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është fair enough kur thonë kjo marrëveshje e SBA-s me Ukrainën për menaxhimin e resurseve natyrore, por edhe për rindërtimin e saj? Po, problemi është se paqja nuk duhet ndërmjet Shtetit Bashkuar dhe Ukrainës, duhet ndërmjet Ukrainës edhe Rusisë. Dhe është kjo e fundit e cila ka qenë obstruksioniste në çdo përpjekje për të gjetur një zgjidhje të konfliktit dhe për të vazhduar në këtë që është një agresion i qartë dhe shkatërues në Ukrainë. Nga pikpamja e Ukrainës, mendoj se ishte mjaft e rëndësishme firmosja kësaj marrëveshje, duke garantuar një lloj angazhimi të vazhdueshëm të Shtetit Bashkuara, më së pari në çështjen ekonomike dhe të rindërtimit të Ukrainës, ku pashmangshmërisht Shtetet Bashkuara do të kenë një rol kyç, dhe nga ana tjetër edhe në atë që mund vijë si një formë indirekte garancie sigurie, duke marrë parasysh pikërisht këto interese ekonomike që tashmë vihen dhe konsolidohen ndërmjet dy vendeve. Nga pikpamja e marrëdhënies personale, mendoj se ishte tetë i rëndësishëm takimi në Rom për të harmonizuar qëndrimet e zotit Trump me zotin Zelenski pas një takimi as pak produktiv në shtëpinë e bardhë përpara disa javësh, ku patëm dhe një përplasje gati të qëndrimeve të dyja palëve në publik, pavarësisht se ka pasur Shtetet Bashkuara dhe Ukraina edhe qasje të ndryshme për sa i përket luftës, për sa i përket asaj që mund të jetë një marrëveshje e mundshme me Rusinë, gjithsesi shtjellimi i tyre është bërë brenda mureve të mbyllura dhe jo në publik. Takimi në shtëpinë e bardhë për herë të parë nxorja në publik edhe krijoi një situatë as pak të këndshme për ato koordinimi që nevojitet Ukrainës më së pari, Shtetet Bashkuara, por edhe Europës për të përmbyllur luftën në Ukrainë, për të mposhtur në fund të ditës pretendimet absolutiste që ka Rusia kundrejt Ukrainës dhe për të krijuar një strukturë dhe arkitekturë të re sigurie në Europë, duke marrë parasysh pikërisht këtë kërcënim të vazhdueshëm të Moskës dhe Kremlinit. Nga zoti Zelenski ka pasur presion sigurisht nga gjitha anët dhe mendoj se është treguar
mjaft efektiv, jo vetëm në shtjellimin në fund të ditës të atyre vijave të kuqe që ka Ukraina dhe që janë të panegociueshme, dhe sigurisht edhe në përpjekjen për të gjetur një lloj modus operandi së bashku me Shtetet Bashkuara në ato që janë tashmë prioritetet e Shtetet Bashkuara kundrejt Ukrainës, kundrejt Rusisë edhe kundrejt luftës ndër këtyre dy vendeve. Përpjekja e Shtetit Bashkuara për të negociuar ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë për fat të keq deri më sot ka dështuar pikërisht për shkak të malinitetit që vazhdon të ketë Kremlini dhe pavarësisht deklaratave publike që mund vinë nga zoti Putin ose nga leadershipi rus, në fund të ditës qëndrimet e tyre nuk kanë ndryshuar as pak dhe nuk janë bazë e mjaftuar për krijuar besimin e nevojshëm për të arritur një marrëveshje arpushimi ose aq më pak paqja pa gjatë. Qartë. Agri, të pyesja për 100 ditët e Donald Trump, në analizën tënde, në gjykimin tënd nga anon peshorja, në vendime pozitive, negative, cili ka qenë efekti i tyre gjatë këtyre ditëve, jo vetëm për SBA-n, po edhe për Europën edhe botën në tërësi. Po, padyshim që kanë qenë ditë mjaft intensive, një mandat i cili ka filluar me bujë madhe pikërisht për vetë mënyrën se si administron kohën dhe se si administron edhe ekipin e tij zoti Trump nëpërmjet vendimeve të shumta ekzekutive që ka marrë dhe që shpeshherë i shërbenin për të etiketuar ose për të ngritur në një nivel pak më të lartë ato elemente që u përqafuan nga bazat e republikane dhe nga ana tjetër për të bërë dhe një së premtimesh që ka pasur për gjatë fushatës si ato çështje që ka konsideruar si madhore për votues amerikan, për vetë pozicionin e Shtetet Bashkuara dhe për kontekstin gjeopolitik në cilin gjendemi. Ka pasur të veprime të cilat janë të mirëpritur nga një pjesë e elektoratit, por ka pasur veprime të tjera të cilat janë kanë qenë kanë krijuar një skepticizmi për jo vetëm për vëzhguesit e afërt politikës, por edhe për popullsin e gjerë, veçanërisht politikat ekonomike që lidhen me tregtinë dhe me tarifat kanë krijuar ende një lloj mungese koherence deri diku për objektiva që duhet të arrihen dhe në këtë sens ka privilegjuar zoti Trump një lloj ambiguiteti strategjik në raport sa me aleatët, aq edhe me vendet të cilat janë kompetitive për Shtetet Bashkuara, në radhë të parë Kina. Duke sikur kjo qasje ka krijuar një lloj imazhi pak kaotik në Shtetet Bashkuara që është shpritur dhe me skepticizëm nga një pjesë e botës së biznesit dhe duket sikur pikërisht kjo ka sjellë edhe një lloj rikalimbrimi të qëndrimeve të zotit Trump dhe të deklaratave të tij publike. Pavarësisht saj mendoj se 100 ditë e para janë pjesë e një mandati të cilit e fitoi me një shumicë të konsiderueshme në vitet e kaluara dhe pavarësisht se ka një lloj bjerrje të aprovimit të tij më së paku duke i referuar indikatorëve të fundit, është normale duke marrë parasysh një agenda ambicioze që ka paraqitur ai. Ajo çfarë është më e rëndësishme do të jetë për te këtyre 100 ditëve, përpara se si këto 100 ditë që kanë qenë mjaft intensive do të krijojnë bazën për një arritje më të lartë, qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë nga pikpamja e ripozicionimit të Shtetit Bashkuara brenda kontekstit gjeopolitik, një objektiv madhor i përcaktuar nga zoti Trump dhe që mbetet ende për të parë në raport më së pari me konsolidimin e atyre aleancave të cilat kanë qenë historikisht strategjike dhe të rëndësishme për Shtetet Bashkuara dhe që deri diku janë vënë në dyshim nga qëndrimet dhe deklaratat e zotit Trump. Agri, pavarësisht se vendimet i ka marrë vetë, sidomos për çështje financiare për ekonominë, Trump akuzon ende Joe Biden. E ka fajin Joe Biden. Tani, si duhet ta kuptojmë këtë? Po, është një manovër politike e cila nuk se është e panjohur për vetë mënyrën se si vepron zoti Trump brenda kontekstit politik, por aq më shumë edhe për të gjithë ata të cilët e marrin detyrën dhe shpeshherë kanë dëshirë që arritjet të quajnë të tyre, ndërkohë që dështimet ja etiketojnë kundërshtarit politik ose paraardhësit. Është një qasje e cila ka sjellë një zoti Trump e ka perfeksionuar këtë edhe gjatë mandatit të parë, por edhe gjatë këtyre 100 ditëve të para, duke qenë se shpeshherë ka dëshirë që të përcaktoj ose ndryshoj përcaktuesin e veprimeve që ka sjellë një zhvillim në
ekonominë, në bursë specifikisht, që se i referohemi deklaratave të kësaj jave, por nga ana tjetër edhe asaj që është ajo politikë madhore e tij, e cila sipas vetë deklaratave të zotit Trump ende duhet parë për impaktin që do ketë në ekonominë amerikane. Qartë, Agri, në fund doja një koment nga ana jote për marrëdhënien Kanada-SBA. Kryeministri i ri duket se i ka dhënë deklaratat e luftës në thojza me Donald Trump, ndërkohë që ky i fundit është faqur hapur edhe ka thënë do ta bëjmë Kanadan pjesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si e parashikon marrëdhënien midis jo vetëm dy liderëve, por edhe midis dy shteteve? Apo Po, kur përmenda pak më parë marrëdhëniet e Shtetet Bashkuara me aleatët historikë të saj, padyshim kisha në mendje Kanadan, ku zoti Trump ka marrë një qasje pak më përballuese me Kanadan, veçanërisht për çështjet e tregtisë dhe për çështjet ekonomike, duke thënë që Kanada ka shfrytzuar Shtetet Bashkuara dhe ka përfituar shumë nga kjo marrëdhënie sesa vetë Shtetet e Bashkuara dhe qytetarët amerikanë. Pavarësisht këtyre dinamikave, mendoj se zoti Trump është pragmatist dhe aq më shumë kur kemi tashmë një kryeministër të ri të mandatuar në Kanada, i cili e fitoi në fakt fushatën zgjedhore duke propaganduar një qëndrim simetrie me Shtetet Bashkuara dhe duke refuzuar që mund të jetë një lloj vasaliteti përballë Shtetit Bashkuara, do të jetë mundësi për zotin Trump për të përcaktuar një marrëdhënie të re me këtë kryeministrin Kearney dhe nga ana tjetër edhe për të përcaktuar një sër rregullash dhe marrëveshjesh të cilat mund të adresojnë ato që janë shqetësimet e tij kryesore në rastin ekonomik dhe ato që mund të shikohen si disbalance të ndryshme. Padyshim që marrëdhënia me Kanadën është një nga marrëdhëniet më të rëndësishme për Shtetet Bashkuara, për vetë impaktin ekonomik që ka, por edhe për impaktin njerëzor, për shkak se shkëmbimet ndërmjet Kanadës dhe Shtetit Bashkuara janë mjaft të mëdha dhe sigurisht ofrojnë edhe një balancë mjaft të rëndësishme për vetë ekonominë e Shtetit Bashkuara. Kështu që pavarësisht përkimeve që kanë qenë deri më sot, pavarësisht përballjeve ose qoftë deklaratave deri diku provokative, mendoj se do të jenë të aftë të dy liderët për të krijuar një marrëdhënie produktive ndërmjet tyre dhe ajo që është më e rëndësishme për krijuar një marrëdhënie produktive ndërmjet dy vendeve. Agri, faleminderit shumë, përshëndes. Kënaqësi, falenderoj. Gjithashtu. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informacioni, në fund doja t'ju kujtoja edhe një herë se për lajmet më të reja nga vendi, rajoni edhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Ju mos u largoni sepse vetëm pas pak do t'jeni shoqërinë e koleges Ujeza Doshlani. Bashkë përshëndetemi këtu, duke ja falenderuar shumë për vëmendjen.